Të gjithë hani ullinj, por nuk e dini se çfarë i shkakton në zemrës tensioni dhe diabetit. Nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe me vlera të larta ushqyese, njihuni me arsyet se pse duhet të konsumoni sa më shumë ullinj. Janë ndër ushqimet më të shijshme dhe sjellin një sër përfitimesh për shëndetin. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e ullinjve. Ullinjt mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin imunitar. Ullinjt, sidomos ato të zinj, janë antioksidantë jashtëzakonshëm që veprojnë si një pastrues i trupit, duke u shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ato ndihmojnë trupin të nxjerrë jashtë kolesterolin dhe gjithashtu sigurojnë trupit një zgjedhje më të mirë kundër rrezikut të shfaqjes së problemeve kardiovaskulare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ullinjt ju ndihmojnë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ullinjt përmbajnë yndyra të mira për ato të cilat trupi ynë ka nevojë. Këto yndyra nuk akumulohen në substanca yndyrore. Kështu përdorimi i tyre dhe konsumi në mënyrë do ju ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinjt janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose mes ngrënies, sepse ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ullinjt ju lehtësojnë dhimbjet dhe ulin inflamacionin. Si ullinjt ashtu dhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidantë të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një substancë të tillë siç është oleokantal. Ky përbërës është një element i karakterizuar nga shija e tij e hidhur me veti të forta antiinflamatore. Ullinjt janë të rëndësishëm për flokët dhe lëkurën tuaj të shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë ndikime mahnitse në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të madhe të acideve të pangopura dhe yndyrave omega 3. Këto acide ushqejnë, ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Përmbajnë vitaminën E, e cila e mbron lëkurën nga rrezet ultravioletës dhe vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe flokët. Ai përmirëson sistemin e tretjes. Ullinjt janë një ushqim i pasur me fibra të cilat janë të nevojshme për funksionet normale të sistemit tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë zorën dhe radikalet e lira. Një filxhan me ullinj të zinj përmban 17% të marrjes ditore të fibrave që ndihmojnë në procesin e shërimit dhe shpërndarjen e organizmit me elemente të duhur ushqyes. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një aleat i mirë i shëndetit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Për sa kohë i konsumoni ullinjt në mënyrë të shëndetshme, vlerat e tyre do të jenë vërtet larta. Ekspertët tregojnë se përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të kthehet gjithashtu në një aleat të vërtet të organizmit. Ullinjt të klasifikohen në fruta me bërtham në të njëjtën familje botanike, ku merr pjesë gjithashtu qershia dhe pjeshka. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë pjekur plotësisht. Të dyja llojet janë konsideruar të pasura me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Në këtë video do të listojmë përfitimet të rëndësishme që merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Ato ndihmojnë në shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj edhe konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për të pasur kocka të forta. Ullinjt do të ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Ato largojnë gjithashtu edhe dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve. Ullinjt janë të pasur me antioksidantë. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidantë arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ullinjt janë të pasur me bakterie të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë Lactobacillus, një nga bakteriet më të mira për stomakun. Sa më shumë bakterie të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizëm. Ullinjt janë efikas kundër rrullave, përmbajnë acide oleike që mbajnë lëkurën të butë dhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ulin në riskun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna mono të pangopura që ulin në riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumohen ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Ullinjt ulin kolesterolin dhe oreksin e tepërt.
Ullin të përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin kur jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar sa më shpesh të jetë mundur. Kështu përfitimet e tyre në kombinim të shëndetit tuaj do të jenë gjithashtu shumë të larmishme. Sipas Olive Pickle, ullind janë një produkt shumë i mirë i vitaminës C. Ullind janë një burim shumë i mirë i vitaminës C që kanë aftësinë të neutralizojnë radikalet e lira dhe yndyrna në trup. Vitamina E i bën proceset qelizore më të sigurta. Ullind ulin riskun e mbipeshës dhe të diabetit. Një ulli ka vetëm 7 kalori. Më shumë kalori gjenden edhe gjatë tretjes së ullirit se sa gjatë ngrënies së tij. Për më tepër, ullind përmbajnë fibra që ndihmojnë me tretjen. Ullind janë të pasur me yndyrna të pangopura dhe ulin riskun e shfaqjes së diabetit të tipi 2 dhe të mbipeshës. Ullind janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Ullind janë një burim i mirë i bioflavonolëve. Këto antioksidantë arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ato reduktojnë gjithashtu edhe dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullind mund të ndihmojnë në zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacioneve dhe dhimbjeve. Zvogëlojnë oreksin e tepërt. Ullindë përmbajnë acide yndyrore të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin se jeni të ngopur. Janë një produkt fantastik në uljen e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq, LDL, dhe rrisin kolesterolin e mirë, HDL. Ullindë mund të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Studimet e fundit të zbuluan se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për kockat e forta. Do të keni gjithashtu një lëkurë më të mirë. Ullindë përmbajnë acide oleike që mbajnë lëkurën të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës, mban larg rrullat me të paktën 20%. Do të keni një kujtesë më të mirë. Ullindë përmbajnë edhe polifenole, një kimikat natyral që redukton stresin oksidativ në tru. Ngrënia e një sasie të vogël të ullinjve të shëndetshëm mund të përmirësojë kujtesën. Sipas ekspertëve, përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ullindë janë shumë të popularizuar dhe në shumë popull përdorimi i tyre daton shumë shekuj më parë. Ato përgjatë kohës janë konsumuar edhe si një ushqim shërues edhe për shumë komplikacione. Edhe studimet e fundit kanë gjetur një numër të madh të përfitimeve shëndetësore që vijnë nga ullindë dhe vaji i tyre. Ullindë mund të eliminojnë kolesterolin e tepërt në trup, mund të kontrollojnë gjithashtu presionin e gjakut, janë burimi shkëlqyer i fibrave dhe ushqyesve natyral, gjithashtu janë një burim i mirë i vitaminës C. Veprojnë si antioksidant në mbrojtjen e qelizave, zvogëlojnë efektet të dëmshme të sëmundjeve degenerative, siç janë Alzheimeri dhe probleme të ndryshme. Ullindë gjithashtu parandalojnë piksin e gjakut që mund të çojë në infarkt miokardi ose trombozë të thellë venoze. Ullindë mbrojnë membranat qelizore kundër sëmundjeve, siç janë ato kundër radikaleve të lira. Ullindë mbajnë gjithashtu më të mbrojtur organizmin kundër problemeve të anemisë dhe problemeve të pjellorisë dhe sistemit riprodhues. Ullindë luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm imunitar, veçanërisht gjatë stresit dhe sëmundjeve kronike virale. Dhe në rast se këto përfitime nuk ishin të mjaftueshme, ato janë një nxitës i madh i organizmit në rritjen e vlerave të trupit. Ullindë janë të pasur me element mineral të natriumit, kaliumit, magnezit, ekurit dhe fosforit dhe jodit. Siguroni që t'i shtoni ato në dietën tuaj, pasi përmbajnë vitamina esenciale dhe aminoacide. Ullindë përmbajnë acidin oleik, i cili ka veti të dobishme në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Ullindë përmbajnë polifenole, një kimikat natyral që redukton stresin oksidativ në tru. Pra, përmirëson kujtesën tuaj deri në 25%, citon studimi. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar i organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.